A e keni pa të ndëruar xhamatli, kur rriti me dikan çka e do. Jetu pi kafe, ki mezhlis, ki kuvend, e ke thirrni misafir shumë dashëm tanin. Edhe çka bëhet? Çka thua? Pas ka shku morë nata këtë komplet, nga lezeti muhabetit i habit komplet. Neve kundërta po na ndodh namaz. Allahu Ekber, inshallah se zgat. A e dini pse? Se na nuk rahatomi me Allahun xhelel xhelalu. Na nuk rahatomi me Allahun xhelel wala. Rahatia jote, knatësia çka ti e gjen në komunikim me Allahun xhelel wala, çaj argumenton çfarë pozitive kite Zoti xhelel xhelalu. Neve nefsi na thot hajde model pi aty, janë të prit njerëzit me nejt atje. E kur ta bësh kundërtën e ke ndrejsh vetën. Kur ju thush aty me unë shkova mu fal. Shkova mu fal. A e dini çka bante Abdullah ibn Omer të nderuar xhamatli, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fale me njerëzit teravi. Shkonin njerëzit. I pritë ki me shkuar. Kur u shpras te xhamia, ikën xhami. Falej derisa vinte namazi sabahut. Pse? Po çfarë arsye? Po Ibn Qayyim el-Juzeyy se knatësia e sahabëve ishte me nejt me Allahin.